Qa thot Kurani? Wala yadhlimu rabbuka ahada. Tha Zoti si bon pa drejtësi askujt. Vetëm kur të ka ardhur argumenti i qartë, të është sqaruar me argumente të fuqishme Islami dhe e ke kundërshtuar atë me të madhe, vetëm këtu me drejtësinë e Zotit shkon në burgun e xhenemit. Njoni kohën e pejgamberit alayhis salam, prandaj ne gjithë secili prej nesh duhet që të jetë një shembull i mirë që njerëzit ta dëgjojnë dhe ta shikojnë prej tij Islamin. Se nuk është ideja vetëm me shpëtuar ti. Ideja është ti të shpëtosh, ne të shpëtojmë dhe tjerët sa më shumë të shpëtojnë. Pejgamberi Muhammed alayhis salam, la ilaha illallah. La ilaha illallah në namaz akşami. Namaz pejgamberlëku, jo namaz që duke u falë edhe mendja në dynja. Muhamedi alayhis salam namaz akşami. Futet imam dhe mbush xhamia me burrat mëdhej e pastaj me gra mbas tyre, duke fal namazin e akşamit. Se muslimani dhe muslimania e mirë sjeton dhe nuk e shpirt pa i fal 5 vakte. Muslimani dhe muslimania mirë, besimtari dhe besimtarja mirë nuk jep shpirt vetë se i ka fal derisa të japi shpirt 5 vakte. Ja kemi borxh të madhin Zot. E janë shkurtra janë ato. Maksimumi dhe ai që falet me përkushtim 1 orë nga 24 orë që të ka dhuru Sundusi Supremi këtij universi. Dhe futet më i madhi i pejgamberëve për të falë akşam. Basi këndon surën Fatiha. Fillon dhe këndon një surë shumë të madhe të Kuranit, quhet sura At-Tur, wa-Tur wa kitabil mastur fi raqqin manshur wal baytil ma'mur wa saqfil marfu' wal bahril masjur inna adhaba rabbika lawaqi' ma lahu min da'wat. Është një sure, por një ajet më i bukur se sa tjetri. Një që zbesonte ishte nga ato të Mekës që adhuroheshin idhujt kot, hyn në xhami. Kishte ardhur për të taku pejgamberin, qëllon kohë akşami. Në kohë begat, kur Muhammed Mustafa alayhis salam ju falte Zotit ti bashkë me njerëz të ndershëm dhe të mirë, burra dhe gra që ishin në atë falje. Vazhdon kjo sure deri në një ajet që çdo njeri të sinqert dhe të mençur, çdo njeri logjikshëm dhe të pastër e bën musliman dhe muslimane. Derisa ai hyri dhe dëgjoi, pa njerëzit duke u fal dhe pejgamberin që i ndodhe Kur'an ku thot am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal arda bal la yuqinun. Tha, a i krijuan njerëzit veten e tyre apo u krijuan nga rastësia? A i krijuan njerëzit qejtë dhe tokën? Jo, për njerëzia nuk do të bindet. Sepse vlla dhe motër të begatoftë i madh i Zot, 3 alternativa ka për njeriu, s'ka të katërt në logjikën e tij të pastër. O çdo gjë është krijuar rastësisht, njeriu mençur këtë se pranon, ose ne njerëzit krijum veten dhe universin, kjo është gjë që s'është e vërtetë, është gënjeshtër. Ngel vetëm një alternativë, vetëm një logjikë e pastër, që universi dhe ne që jemi pjesë asaj, dhe miliarda krijesa njerëzore, miliarda krijesa prej xhinve, miliarda krijesa prej kafshëve, miliarda krijesa prej shpendëve, miliarda krijesa prej insekteve, miliarda e miliarda galaktika, miliarda e miliarda yje, atome, protone, elektrone, kanë një Zot që është një dhe një vetëm, i qofshim atij fal. Kjo është logjika pastër. E ky njeri tha, kur e dëgjova Muhamedin alayhis salam duke e kënduar këtë, der zemra më doli nga krahërori dhe të fluturoi. Se ishte njeriu mirë, po s'kishte dëgjuar për Islam. Jo që s'kishte dëgjuar për Islam, po ishte nga Mekasit. Mekasit a e di ç'a bonin? Gjithë ditën shanin Muhamedin alayhis salam. Mushrikët, nga që ishin prek interesat monetare dhe të pushtetit dhe të interesave të kësaj bote, 24 orë në Mekë bëjshin imazh negativ për Muhamedin alayhis salam dhe ky ishte nga ato të mashtrumit. Ato e shanin, e ofendonin, magjistar, fallxhor, gënjeshtar, njeriu keq, po përçan njerëzit, hasha lillah. Ai në fakt ishte dhënë amaneti me shpërndaj Islamin. Dhe ky njeri ishte indikuar dhe shkoi në Medinë ku pejgamberi po falte namaz, ishte njeriu mirë. Sa njerëz mirë janë mashtruar sot ndaj Islamit? Sa njerëz të mirë si përfaqësin e tokës nuk e njohin Zotin e tyre që i krijoi? Atëherë ne duhet t'ia përçojmë. Dhe ky njeri nuk erdhi për të u bërë musliman. Ky njeri erdhi për të takuar Muhamedit për një interes të kësaj bote. Kur giganti i madh i devotshmërisë pejgamberi alayhis salam e këndoi ajetin, a mos u krijuan njerëzit rastësisht apo e krijuan veten e tyre? Mos njerëzit ndoshta krijuan qejtë dhe tokën, jo, për njerëzia s'do të bindet.
Dhe i tha, rasisht zbohet asë gjë. Unë që erdha nga Mekka në Medine, nuk erdha rasisht, mora kafshën, ushqimin, u pregatita, u ndava me familje dhe erdhe. Rasia është zero. A e kam kriju në veten? Jo veten se kam kriju. Qejtë dhe tokën e njerëzit i krijuam, jo si krijuan. Atëherë ka i krijues. Sa thot, desh më doli zemra nga krahërori dhe ka ranë gjujnë. Kur ka marru pejgamberi alayhis salam namazin dhe njerëzit janë hap, ai ishte kishte ranë gjujnë, nuk e mbajshin më këmbën, nga e vërteta e madhe islame. Dhe kur ka shku pejgamberi, ka qenë njëri shumë i mirë ky, akoma si ishte musliman. Baba e tij e kishte ndihmu pejgamberin në Mekë, tashmë kishte vdekur. Kur ka qenë pejgamberi në Mekë në situatë shumë të vështirë, ai e kishte ndihmu. Pejgamberi tha, ku je o biri ati që çdo që më kërkonte do ja jepsha. Shive, me i fitu zemrën dhe më shumë, se me vërtet baba i vetë kështë, qa mendove ti për i musliman dhe i muslimanet vërtet, për i besimtar dhe i besimtare që është edukuar me Kurani famlar, a i diti shtot Kurani, a i diti shtot pejgamberi, thot kush të bën keq ktheja me të mirë, kush të bën keq ktheja me të mirë, po a mendon ti që një njeri që edukohet, që ati që sillet keq, që ja kthej me të mirë, që është puna këtij njeriu ati që sillet mirë, si ja kthen? La dhe mbotër të begatoft i madhi Zot, qofse Kurani na ka edukuar që ati që na bën keq, t'ja kthejmë me të mirë. Imagjino që edukate ke kriju, pa ati që të bën mirë, si ja kthen? Dhe pejgamberi i tha ati, ku je o biri ati që po t'ishte gjallë, që ato që të kërkonte do ja ikja. Tha ai, o Muhammed, tha, ka marrë për çështjet sa i bote përpara se me thon hallin që kam, po them la ilaha illallah wa annaka Muhammedun Rasulullah. Tha Zoti është një vetë je pejgamberi aty, pa diskutim. Kjo që dëgjova unë, kjo sure madhështore dhe këto ajete i ka zbrit vetëm Zoti. Tani, ky është Islami që do t'i shkojë njerëzve. Dhe mbas që i shkon, atëherë çdo njeri do marrë përgjegjësinë që i takon. Ne elhamdulillah, o Zot, falenderimet pafundme që e pranuam kur na erdhi besimi. O Zot, çfarë dhurate. O Zot, çfarë nuk ka të përshkruar me fjalë mirësia të pranosh besimin dhe të pranosh që ka i Zot. Nuk ka gjë më të vishme, nuk ka gjë më të bekuar, nuk ka dritë më të madhe, nuk ka udhëzim më të madh, nuk ka virtyt më të madh se sa këtë Zot që e beso ta adhurosh dhe të bësh vepra të mira. Po pashat madhi Zot i qofshim atij fal. Dhe i madhi Zot në Kur'an, Allahu xhelle xhelalu thot, i ndalojnë ke zjarri xhenemit pa hyrë. Tha, a ju erdhi ju dikush t'ja u shpjegoj Islamin? A ju erdhi juve dikush t'ja u shpjegoj perlat e Islamit? A ju erdhi juve dikush t'ju tregoj juve për mjaltin e thënieve profetike? Qa dhojnë? Sa to janë të hytë tashmë në bela, po na kanë ardhur. Ne kemi kundërshtuar. Asnjë nuk hyn, vetëm mbasi e pranon vetë që Zoti më mbuloi me të mira, unë isha i keq, aq shumë i keq sa se besova dhe në tokën e tij bëra shumë të këqija.